Erion Velia, kam betur në Burg Zonja Lala që ndodhin gjykatën e lartë, ju pash duke raportuar edhe pak e gëzuar o duke të pa. Se për shumë dhe unë këtë Erion Velia nuk e dua, po... Nuk e dua si njeri, po... Ko di unë se nuk gëzojnë për këta. Jo se u gëzove, po... Si kur të doli fjala, që ndodhi aty tani? Isha ka, ha? Jo, absolutisht, këtë drejtën tënde. Problemi është që gjykata e lartë mori në shqyrtim një rekurs të zotit Velia që kishte të bënte me një kërkesë të tij që lidhe me zëvendësimin e masës së sigurisë. Pra nuk ishte masa e parë që është caktuar ndaj zotit Veliaj arrest në Burg dhe më pas ai nga zyra e Verin Thonjza këtë kalb, Verin Thonjza. Problemi është që zoti Veliaj kundërshtonte dhe kërkonte shfuqizimin e një vendimi të gjykatës së apelit posaçëm të muajit shkurt 2026, firmosur nga gjyqtare posaçme Nertina Kosova, e cila la në fuqi një vendim të shkallës parë, pra GKK-s, për që rrëzoi zotin Veliaj për masën e sigurisë. Tani debati ka zgjatur rreth 2 orë në dhomën e Këshillimit, sepse nuk ka patur palë, ka qenë një rekurs që është shqyrtuar jo në seancë plenare, por shqyrtuar në dhomën e Këshillimit. Kolegji penal i përbërë nga Albana Boksi, Sokol Binaj dhe Gent Shala kanë patur një debat relativisht të shkurtër në këndvështrimin tim në raport me çështjet e tjera, sepse ne kemi parë rekurse ku janë shqyrtuar çështjet politikanëve apo të rasteve të tjera që mund të ketë zgjatur deri në 5 orë apo në 6 orë, me sa duket në kushtet ku ka qenë kërkesa dhe rekursi i zotit Veliaj, kolegji penal e ka parë të arsyeshme të linte në fuqi vendimin e gjykatës së apelit. Tani, çështja Veliaj në fakt është pak interesante, sepse paralelisht po shqyrtohen disa çështje që kanë të bëjnë me të. Për shembull, vetëm pak ditë më parë, gjykata kushtetuese shfuqizoi vendimin e gjykatës së lartë dhe e ktheu çështjen nga e para për gjykim dhe i kërkoi gjykatës së lartë të arsyetonte 2 momente. Së pari, përse masa e arrestit në Burg ishte vetëm një masë proporcionale për zotin Veliaj në cilësinë e kryetarit të bashkisë, pra sepse gjykata kushtetuese tha ekziston dhe qëndron pjesa sa i përket dyshimit të arsyeshëm të bazuar në prova, por ajo që lidhet me funksionin do duhet të arsyetohet nga gjykata e lartë. Kjo ishte pika e parë që u gjet me shkelje dhe u konstatua nga gjykata kushtetuese që kishte mungesë arsyetimi në vendimin e gjykatës së lartë. Dhe pika e dytë lidhej pikërisht me vendosjen e zotit Veliaj në kafazin prej xhami. Edhe në këtë pikë gjykata kushtetuese konstatoi që gjykata e lartë nuk ka bërë një arsyetim të detajuar se përse një zyrtar i lartë, siç është rasti i zotit Veliaj i zgjedhur vendor, vendoset në pozita të barabarta me njerëz shumë të rrezikshëm të botës së krimit. Sepse kafazi pretendohet që në të vendosen vetëm ata njerëz të cilët ekziston rreziku për t'u larguar, për t'u arratisur, kanë prirje për të kryer vepra të rënda kundër jetës dhe shëndetit e tjera me radhë, apo e përdorin daljen nga kafazi si një mënyrë për të bërë show. Tani problemi është që me thënë të drejtën, ky vendim i ditës së sotme është pritet me shumë interes, zbardhja e tij, sepse çfarë ndodh zoti Rakipi. Kolegji i Bashkuar të Gjykatës së Lartë morën një vendim unifikues dhe thanë që gjykatat e shkallëve më të ulta do duhet të arsyetojnë se përse të gjitha masat alternative janë të papërshtatshme për t'u caktuar ndaj një personi X i cili është në konflikt me ligjin dhe e panë masën e arrestit në Burg si rast përjashtimor. Pra vetëm në rastet kur asnjë masë tjetër nuk mund të përshtatej me veprën penale, me rrezikshmërinë e tjera me radhë, pra e fundit fare mund të ishte masa e arrestit në Burg. Në rastin e Veliajt, si justifikohet kjo me faktin që pikërisht të po them. Prokuroria e posaçme në arsyetimin ose në prapashtesa që ka dërguar në gjykatën e lartë, pika kryesore ku është ndalur ka qenë kjo. Prokurorët pretendojnë 2 momente, po njëri është shumë thelbësor. Ne thonë në dosjen Veliaj 1, që kryetari i Bashkisë Tiranës është duke u gjykuar, kemi një bashkëpunëtor të drejtësisë. Dhe për sa kohë kemi një bashkëpunëtore Sërzonjë, gruaja e cila ka rrëfyer, për sa kohë kemi një bashkëpunëtore të drejtësisë dhe ajo nuk e ka dhënë dëshminë përpara gjykatës. Dhe kjo dëshmi e saj nuk ka marrë vlerën e provës, atëherë thonë ekziston rreziku për shkak të pushtetit financiar, për shkak të pushtetit politik, për shkak të faktit se Erion Veliaj rikthehet sërish nëse del nga Burgu në zyrën e tij në Bashkinë e Tiranës. Këto janë shkaqet mjaftueshme thotë që mund ta vënë në rrezik dëshmitaren e mbrojtur ose mund të ketë një risk të shtuar për ta friksuar dhe intimiduar atë. Dhe momenti i dytë që arsyetojnë prokurorët
lidhet pikërisht me atë që njihet si dosja Velia 2. Ne dim, është publike tashmë që ka një dosje të veçuar, pra ka një fraksion tjetër sa i përket gjithë aktivitetit Erion Veliaj, sekretari i bashkisë, pika e parë, dhe e dyta, po hetohet kompania Google e vllajt të tij Arbër Veliaj. Dhe në kuadër të kësaj dosje janë pyetur shumë funksionar të lartë. Dhe kjo thonë prokurorët, duke qenë se ne kemi ende materiale për të marrë, jemi duke qyrur telefonin, jemi duke marrë në pyetje dëshmitar, ekziston po ashtu risku që të prishen provat dhe të intimidohen dëshmitarët. Megjithatë, në vazhdën e ndryshimeve të reja, pra në ato vendimin unifikues, normalisht ky vendim është shumë interesant për të parë. Por nga ana tjetër, unë mendoj që gjykata kushtetuese ja ka lënë një shteg Erion Veliajt për të patur një mas më të lehtë sigurie, ndoshta pas 2 ose 3 muajsh. Nuk kryo ideja që Veliaj mund të liroje pas udhëzimit të ri të gjykatës lartë për masat e sigurisë. Pse për Veliaj nuk është i përshtatshëm as i mas tjetër? Spjegoj Lala, qartësisht kur s'mbetet asnjë tjetër, ta e gjitha, ai mbetet në burg. Dhe në këtë rast, thelbi është që mund të prish provat thelbësore. Tani, ka një tjetër ide e jetur nga një pjesë e shtypit që kjo ka ndodhur, kërkesa është bërë përpara e Veliajt e gjitha, por ka një vendim gjykatës kushtetuese që e ka kthyer mbrapsht procesin. Është mundësia që Veliajt rikthehet aty dhe të lirohet? Po e thash pra pak më herët që vendimi i gjykatës kushtetuese i ka lënë një shteg të hapur Erion Veliajt, sepse gjykata kushtetuese i ka lënë detyra konkrete gjykatës së lartë dhe i thot 2 momente. Së pari më arsyeto se pse kryetari i bashkisë duhet qëndrojë në burg, pra ma lidh me funksionin, jo si individi. Pra e shpjegove ti këtë. Por me funksionin. Dhe pjesa e dytë ka të bëjë me kafazin. Tani gjykata e lartë duhet bëjë një vendim të arsyetuar edhe mbi bazën e atij vendimi që ka marrë vetë. Po ajo që do ta bëj dhe sot. Do ta bëj dhe sot, por sot të lutem të sqaroj 2 momente sepse nga që ka shumë çështje dhe njerëzit bëhen lëmsh. Po. Vendimi që ktheu gjykata kushtetuese lidhet me masën e parë të arrestit në burg ndaj Erion Veliajt. Pra masa e parë fare kur ai ishte kryetari i bashkisë në detyrë. Vendimi që është marrë ditën e sotme ka të bëjë me kërkesat e zotit Veliaj për zëvendësim të masës së sigurisë. Pra janë 2 momente të ndryshme procedurale të ndara nga njëra tjetra. Por kërkojnë të njëjtën gjë. Në thelb të njëjtën gjë, por gjykata kushtetuese i ka vënë piketa e gjykatës së lartë, sepse ja lidh masën e arrestit në burg me proporcionalitetin për shkak të funksionit. Pra nuk do të gjykohet Erion Veliaj si një i pandehur i thjesht pra për masën e sigurisë, por Erion Veliaj në cilësinë e kryetarit të bashkisë. Pra kjo është diferenca ose detyra që gjykata kushtetuese i ka lënë në derë, nëse mund t'ja themi, topin gjykatës lartë dhe i thot, ke tashmë një vendim unifikues, ma arsyeto, sepse dosjen që më solle, ma ke sjellë të pa arsyetuar. Dhe unë nuk e kuptoj, qëndron apo jo pretendimi i Erion Veliajt, për sa kohë nuk më ke bërë një arsyetim të detajuar, sepse gjykata e lartë, e cila në fakt bëri këtë çështje dhe po qep kostumin sipas meje dhe e qepi më në fund kostumin për të liruar njerëz politikës apo edhe të krimit organizuar, në thelb çfarë ka bëri, ka dërguar gjykatës kushtetuese një vendim pa arsyetuar.